Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 781 para erës sonë, vëret për herë të parë eklipsi i diellit në Kinë. 1584, Sir Walter Raleigh krijon koloninë e parë angleze në ishullin Roanoke. 1789, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës hyn në fuqi. 1783, vëllezërit Joseph e Jacques Montgolfier demonstrojnë balonin mbushur me ajër të nxehtë. Ishte hera e parë që njeriu ngrihej në atmosferë. 1802, i dëruar për vdekjen e gruas së tij, mbreti Charles Emanuel IV i Sardenjës heq dorë nga froni duke e dorëzuar mbretërinë vëllait të tij, Victor Emanuel. 1825, Generali Lafayette, oficer francez në luftën revolucionare amerikane, mban një fjalim në Baltimore, në atë që do të merrte emrin Sheshi Lafayette, gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. 1859, luftrat italiane për pavarësi. Në betejën e Magentës, ushtria franceze në udhëheqjen e Louis Napoleonit mund ushtrinë austriake. 1878, nënshkruhet Konventa e Qipros. Perandoria Osmane ja dorëzon Qipron Britanisë, por ruan titullin e zotërimit të ishullit. 1912, digjet Stambolli, 1000 ndërtesa shkatërrohen plotësisht nga zjarri. 1917, shpallen për herë të parë çmimet Pulitzer për letërsi, histori e gazetari. Pulitzer është çmim vjetor, themeluar nga hungarezo-amerikani Joseph Pulitzer. 1919, të drejtat e grave. Kongresi Amerikan miraton amendamentin 19 të Kushtetutës që garanton të drejtën e votës për gratë. Amendamenti u dërgohet shteteve për ratifikim. 1920, tragjedi hungareze. Hungaria humb 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj, kur Traktati i Trianon nënshkruhet në Paris. 1939, Holokausti. Anija St. Louis, me 963 refugjat hebrej, nuk lejohet të ankorohet në Florida, pasi ishte e mohuar hyrja në Kubë. Anija u detyrua të kthehej në Evropë, ku më pas, më shumë se 200 për pasagjerëve të saj vdesin në kampet naziste të përshëndrimit. 1940, lufta e dytë botërore. Forcat naziste hyn në Paris për të marrë qytetin vetëm pas 10 ditësh. 1961, në takimin e Vienës, kryeministri sovjetik Nikita Khrushchev shkakton krizën e Berlinit, duke kërcënuar për të nënshkruar një traktat të veçantë të paqes me Gjermaninë Lindore, që do të jepte fund qasjes amerikane, britanike dhe franceze në Berlinin Lindor. 1965, grupi anglez rock Rolling Stones lançon Satisfaction, një nga këngët e tyre më të suksesshme. 1989, pas vdekjes së Ajatollahut Ali Khamenei, zgjidhet lideri suprem i Iranit. 1989, një shpërthim i gazit bërthamor në afërsi të Ufas, Rusi, vret 575 njerëz, pas disa shkëndijave që dëshuan disa trena afër një naftësjellsi që rrithte. 1990, në Shqipëri, qeveria komuniste deklaron se të gjithë shqiptarëve do t'u jepeshin pasaporta për të udhëtuar jashtë shtetit. Një muaj më vonë, ata do të vërshonin ambasadët perëndimore në Tiranë për të ikur. Ngjarja shënoi fillimin e fundit të diktaturës komuniste në Shqipëri. 2001, pas masakrës në pallatin mbretëror në Nepal, Gyanendra ngjitet në fron, duke qenë kështu mbreti i fundit i Nepalit.